Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Do befasoheni me atë se çfarë do të thotë ngjyra juaj e syve për ju. Zbulojeni tani. Të gjithë thonë se sytë janë dritare për të pasqyruar shpirtin. Shikoni sytë e një personi dhe mund të kuptoni shumë mbi ndjenjat, emocionet dhe humorin e tij. Sytë mund të jenë të ngrohtë, të ndritshëm apo të ftohtë dhe njëkohësisht të humbur. Por a e dini se ngjyra juaj e syve është më shumë se sa vetëm një faktor bukurie në jetën e një personi? A e dini se ngjyra e syve mund të tregojë shumë për ju dhe personalitetin tuaj? Atëherë, sipas ekspertëve, sytë tuaj tregojnë shumë mbi ndjenjat, emocionet dhe humorin tuaj. Sytë mund të jenë të ngrohtë, të ndritshëm apo të ftohtë dhe të humbur. Por a e dini ju se ngjyra juaj e syve është më shumë se sa vetëm një faktor bukurie në jetën e një personi? A e dini në fakt se ngjyra e syve mund të tregojë shumë për ju dhe personalitetin tuaj? Sytë e zinj. Një nga gjërat më të habitshme në lidhje me sytë, ngjyrë të zezë, janë shumë të rralla. Ajo që ne shohim dhe e quajmë si sy të zinj janë në fakt vetëm sy shumë të errët ngjyrë kafë. Ngjyra e zezë e errët ose e zezë është shpesh e lidhur me natën, misterin dhe intuitën. Njerëzit me sy të zinj janë shumë të besueshëm dhe të përgjegjshëm. Ata njëkohësisht janë të fshehtë dhe kurrë nuk i ndajnë sekretet me të gjithë, janë të gatshëm për të filluar miqësi dhe të bien në dashuri. Por kur e bëjnë këtë janë besnik deri në fund, ata janë jashtëzakonisht punëtorë dhe praktik. Sytë kafë. Ngjyra më e zakonshme e syve në botë është ngjyra kafe. Kur themi kafe, ne flasim për ngjyrën kafe të mesme, jo shumë të errët. Njerëzit me sy ngjyrë kafë janë tërheqës dhe të sigurt. Kjo është një ngjyrë e fortë dhe e pasur, e cila lidhet me tokën dhe në këtë mënyrë, gjëra të tilla si thjeshtësi, krijimtari dhe pozitivitet mund t'i gjeni gjithmonë tek njerëzit të cilët kanë sy të tillë kafë. Ata janë të pavarur, të sjellshëm, të kujdesshëm dhe falin dashuri duke bërë miq të rinj. Ata janë jashtëzakonisht njerëz të lumtur dhe janë të afërt me të gjitha gjërat e natyrës. Sytë lejthi janë një përzierje e bukur e kafes dhe jeshiles. Elegant është fjala e parë e cila është e lidhur me njerëzit me sy lejthi. Ata janë shumë spontanë dhe gjithmonë gati për një aventurë të momentit. Sipas ekspertëve, të shkojnë me rrjedhën dhe të përshtaten lehtësisht në çdo situatë është padyshim pika e tyre e fortë. Ata janë njerëz tepër të guximshëm dhe inkurajojnë diversitetin. Këta njerëz gjithashtu kanë tendencën të mërziten nga monotonia shumë lehtë. Ata duan që të provojnë sigurisht gjëra të reja. Bukuria e tyre shpesh tërheq drejt tyre shumë njerëz me sy të kaltër, por marrëdhëniet e tyre nuk mund të zgjasin shumë. Sy të gri. Siç thonë, jeta nuk është vetëm bardhëzi, por ka një hije të ndryshme të grisë. Në mënyrë të ngjashme, njerëzit me sy gri janë të lindur për të qenë tepër dominant dhe udhëheqës. Urtësia dhe butësia janë disa nga atributet më të rëndësishme që ata posedojnë. Ata e marrin dashurinë dhe romancën shumë seriozisht. Janë krijues, imagjinativ dhe fleksibël në qëndrimin e tyre, këto tre cilësi që çdo udhëheqës i madh i posedon. Sytë e gjelbër. Gjelbërimi është gjithmonë frymë e ajrit të freskët dhe e përtëritjes. Pra, natyrisht, njerëzit me sy të gjelbër janë një shpërthim i erërave të forta dhe të freskëta. Ata gjithmonë kanë një mister dhe enigmë rreth tyre dhe një vështrim nga persona me sy të gjelbër mund të bëjnë që ju të humbisni në to brenda disa sekondash. Ato njëkohësisht janë tepër inteligjent dhe gjithmonë kurioz. Njerëzit me sy të gjelbër janë gjithmonë të parët të cilët interesohen në diçka të re.
Ata kanë një zell të pabesueshëm dhe gjallëri për jetën. Këta njerëz janë të apasionuar për shumë gjëra. Sytë blu. Sytë blu janë ngjyra më e dëshiruar në botë. Paqësor, të zgjuar, të sjellshëm dhe njëkohësisht të plot. Njerëzit me sy blu kanë marrëdhënie të qëndrueshme dhe janë njëkohësisht shumë energjik. Por, tipari më i shquar në mesin e tyre është dëshira e natyrshme për të pasur gjithmonë njerëz të tjerë të lumtur. Kjo karakteristikë është e rrallë dhe kjo është ajo që e bën personin sykaltër kaq tërheqës për ne. Ata njëkohësisht janë edhe shumë të etur për të vëzhguar gjëra, janë ekstrovert dhe gjithmonë të lumtur dhe me fat. Këto janë disa fakte të njohura për njerëzit me sy të gjelbër. Ata janë më tërheqës. Sytë me ngjyrë të gjelbër konsiderohen të jenë shumë të thellë dhe për këtë arsye arrin të bëjnë një person tërheqës. Kjo ndoshta ndodh pasi ata janë shumë të rrallë dhe për këtë arsye u kushtohet shumë vëmendje. Kjo ngjyrë është një nga më të rrallat në botë. Në realitet ata me sy të gjelbër kanë nuanca më të verdha në iriset e tyre. Në fakt, pigmenti jeshil shfaqet bazuar në mënyrën se si përzihen valët e dritës. Fal ngjyrës së syve këta njerëz zakonisht kanë një personalitet shumë të fortë dhe dominues, gjë që i bën ata shumë të veçantë. Ata janë shumë të ndjeshëm. Sytë e kësaj ngjyre të veçantë rezultojnë shumë të ndjeshëm, sidomos ndaj rrezeve të diellit. Në fakt, ata gjithmonë duhet që të mbajnë syze dielli për të mbrojtur nga shqetësimi i shkaktuar. Këto janë disa fakte për personat me sy kafë. Çfarë mund të tregoj më shumë për jetën e një personi? Ngjyra e syve. Sipas ekspertëve, njerëzit të cilët kanë sy ngjyrë kafë janë të pavarur, janë të sjellshëm, të kujdesshëm dhe kanë shumë dëshirë që të kenë miq të rinj. Janë gjithmonë në përpjekje për të zbuluar gjëra të reja në jetë dhe janë edhe praktik. Kur është fjala për kujdesin që duhet të tregojnë, duhet të dini se personat me sy ngjyrë kafë janë tepër të kujdesshëm në jetën e tyre, në përzgjedhjen e miqve, si edhe në ruajtjen e kujdesit, si edhe në mbajtjen e sekreteve. Janë të përgjegjshëm, krenar dhe kokfort për gjërat që duan. Kanë njëkohësisht tendencën ta tregojnë dashurinë për njerëzit që kanë rreth vetes. Janë zakonisht njerëz të lumtur dhe e konsiderojnë veten me fat sepse e ndjejnë veten pranë natyrës, shijojnë gjithçka që ajo ka krijuar, edhe pse kanë një vetbesim të theksuar dhe janë të vendosur, ndonjëherë mund ta shohin të vështirë që të kuptohen nga njerëzit. Ndërkohë, duhet të dini gjithmonë se ngjyra e syve tregon shumë për të gjithë personat, ashtu si edhe ngjyra blu. Studimet tregojnë se njerëzit me sy blu janë shumë tërheqës në krahasim me ata të cilët kanë ngjyrë të errët. Sipas një studimi, gratë me sy ngjyrë blu e përballojnë dhimbjen më shumë se ato me sy të errët. Femrat me sy blu e kanë më të lehtë lindjen e një fëmije se të tjerët me sy të errët. Janë më inteligjent. Shkencëtarët besojnë se ngjyra e syve mundet që të vendosë se çfarë një person mundet që të arrijë në jetë. Studimet kanë treguar se shumica e njerëzve me sy blu janë të mirë në çështjet që përfshin mendimtar strategjik, sepse ata kanë një tendencë, janë konkurrues dhe skeptik për të qenë në jetë të parët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!